Përshëndetje miqtë e mi, është e Diela e Palmave. Është dita e kurorëzimit të Jezusit dhe hyrjes së tij në Jeruzalem si një mbret sundimtar. Por përse po qante ai në ditën e kurorëzimit të tij? Kjo është pyetje që unë do t'i përgjigjem në këtë mesazh sot. Mos e humbisni këtë, tregojani dikujt, i thoni të më ndjek. Mesazhi do t'ju bekoj dhe do t'ju inkurajoj në rrugën tuaj. Ishte e Diela e parë e Palmave dhe Jezusi është duke qarë. Mos mendoni kur se Jezusi nuk preket nga dhimbja juaj, nga pikëllimi juaj dhe nga vuajtjet tuaja. Mos mendoni kur se Jezusi nuk është i përfshirë dhe nuk është duke qarë me ju. Ai po qanë. Ishte e Diela e parë e Palmave dhe Jezusi është duke qarë. Sot është e Diela e Palmave dhe Jezusi është duke qarë. Ju thoni si është e mundur kjo, ne të gjithë e dim se Diela e Palmave është dita kur Jezusi në mënyrë triumfuese është duke hyrë në Jeruzalem. Ne e njohim këtë si dita kur turma e njerëzve o mblodh dhe festoi. Ne e njohim këtë si dita kur mbreti i hipur mbi një gomar hyri në Jeruzalem. E njohim këtë si dita e rrethanave dhe madhështisë. Në fakt ne e njohim këtë si dita kur ata të gjithë brohoritën Hosana, që do të thotë shpëto tani. Por pastaj ka edhe një anë tjetër të së Dielës së Palmave. Një anë tjetër për të cilën ne nuk mendojmë shpesh. Kjo anë tjetër e të Dielës së Palmave është më aktuale në këtë të dielë të Palmave sot, se sa çdo e dielë tjetër e Palmave në jetën time apo në jetën tuaj. Kjo anë tjetër e të Dielës së Palmave ka të bëj me lotët. Ajo ka të bëj me të qarat. Shpëtimtari ynë i dashur Zoti Jezus Krisht që na krijoi ne, ai krijoi universin dhe ai e di rëndësinë e të qarës. Qoftë kjo e qarë me zë të lartë, apo e qarë në heshtje. Sepse Biblia na thotë se Zoti Jezus Krisht i ka bërë të dyja. Ai qau në heshtje dhe ai u ngashërye me zë të lartë. Të dyja këto. Dhe në fakt të dyja këto ndodhen pak ditë larg njëra tjetrës. Unë do ta shpjegoj këtë. Unë e di se Biblia na tregon vetëm ose regjistron të paktën në regjistrimet e bëra 2 herë kur Jezusi qau. Por ne nuk e dim nëse ai qau edhe herë tjetër apo jo. Ne thjesht e dim se këto janë 2 rastet e regjistruara. Por të 2 rastet për të cilat unë dua t'ju flas, ndodhen brenda pak ditësh larg njëri tjetrit. Një herë ai u ngashërye. Ishte njësoj sikur po mbytej. Dhe lotët po i rrjedhin faqeve. Dhe ai po qante në heshtje. Dhe ai e bëri këtë kur pa mikeshat e tij, Martën dhe Marin, dhe judejt që shkuan me to tek varri i Llazarit vëllait të tyre, kur ato ishin të pikëlluara dhe po vajtonin për vdekjen e tij. Hera e dytë ishte e Diela e Palmave pak ditë më vonë. Për këto 2 raste të ndryshme, ne kemi 2 fjalë të ndryshme greke për të qarën, 2 lloje të ndryshme të së qarës. Njëra do të thotë, siç e thash, Jezusi vërtet po ngashërei dhe pastaj po qante me lot. Tjetra tregon se ai po qante me dënesë. Ndoshta në mënyrë të pakontrolluar. Të Dielën e Palmave. Ai qante me shumë gjasa për mëkatin dhe për pasojat e mëkatit dhe për verbërinë ndaj mëkatit. Tek Gjoni, kapitulli 11, vargu 33, 34 dhe 35. Kur ai është duke shkuar tek varri i Llazarit dhe kur e ngre atë prej së vdekurish, na thuhet atëherë Jezusi kur pa se ajo flitet për Marin dhe judejt që kishin ardhur me të po qanin, u psherëtiu në frym. Pastaj na thuhet se Jezusi qau. Kur Zoti ynë u prek thellësisht nga ngashërimat e Maris,
Ai në fillim rënkoi në frymën e tij. Padyshim ai ishte i zemëruar për mëkatin, ai ishte i zemëruar për shkaqet e mëkatit që janë vdekja dhe pikëllimi dhe dhimbja dhe vuajtja. Tani miqtë e mi të dashur, unë dua t'ju them, mos harroni kurrë që Zoti ynë Jezus Krisht erdhi nga një vend i quajtur qiell, ku nuk ekziston mëkati, nuk ekziston pikëllimi, nuk ka dhimbje, nuk ka vuajtje, nuk ka lëndim dhe nuk ka zemra të thyera. Por është mëkati juaj dhe mëkati im, që e sodhen atë nga një vend i mrekullueshëm që quhet qiell, që kështu të mund të na shpengonte ne nga mëkati ynë, që kështu të mund të na çlironte ne nga ndëshkimi i mëkatit, që kështu ai të merrte ndëshkimin ton në trupin e tij të shenjtë e të pamëkat në kryq. Dhe kjo është arsyeja pse kur ai pa mikeshat e tij plotësisht të thyera nga humbja e tyre, ai u prek thellësisht. Është diela e palmave dhe Jezusi është duke qarë. Është diela e palmave, por Jezusi është duke qarë. Më dëgjoni mirë, ju lutem. Mos mendoni kur që Jezusi nuk preket nga ajo që prek fëmijët e tij të dashur. Mos mendoni kur se Jezusi nuk preket nga dhimbja juaj, nga pikëllimi juaj dhe nga vuajtjet tuaja. Mos mendoni kur se Jezusi nuk është i përfshirë në dhimbjen tuaj, çfarë do dhimbje që ju mund të jeni duke përjetuar tani. Mos mendoni kur se Jezusi vetëm po ecën me ju dhe nuk është duke qarë me ju. Ai po qan. Siç thot psalmisti në 56:8. Psalmisti 56 vargu 8 ai thot se Perëndia i ruan lotët e fëmijëve të tij të dashur. Ai i ruan ata lot në një shishe. Nuk ka asnjë lot tuaj që bie në tokë që ai të mos e ketë vënë re dhe të mos e ketë ruajtur në një shishe. Më dëgjoni mirë, nuk ka asnjë lot që ai të ketë humbur apo të ketë harruar se ka rrjedhur nga sytë tuaj. Është e diela e palmave dhe Jezusi është duke qarë. Si prindër dhe si gjyshër ne edhim nga përvoja jon se çfarë do thot kjo. Ne edhim se sa thellësisht prekemi ne kur fëmijët tanë apo nipërit e mbesat qajnë dhe vajtojnë për diçka. Është e diela e palmave dhe Jezusi është duke qarë. Tek Luka kapitulli 19 vargu 41 na thuhet dhe kur ai po afrohej e pa qytetin, po flet për Jeruzalemin sigurisht, dhe qau mbi të. Ky është vërtet kuptimi i fjalës. Unë e di se përmenda që kjo ishte vetëm pak ditë më vonë nga koha kur ai qau pranë varrit të Llazarit. Ai qau këtë herë në mënyrë të pakontrolluar, me ngashërim. Është e diela e palmave dhe Jezusi është duke qarë. Po, ai është mbret në rregull. Ai është mbret në rregull, por mbretëria e tij nuk është e kësaj bote. Ai është një mbret. Ai është mbreti i zemrave të fëmijëve të tij. Ai është mbreti i mëkatarëve të penduar. Ai është një mbret mbi të gjithë ata që ja kanë dorëzuar jetën e tyre atij si Zotit dhe shpëtimtarit të tyre. Ai është mbreti i kujtdo që beson vetëm tek ai për shpëtimin e tij. Ai është mbret mbi çdo që i mban syt tek kryqi dhe thot: faleminderit që ti vdiqe për mua. Faleminderit që more ndëshkimin tim në trupin tënd të shenjtë. Faleminderit që më ke shpenguar mua nga faji dhe nga mëkati im. Faleminderit që më bëre mua të lirë nga mëkati dhe Satani. Faleminderit që je shpëtimtari dhe Zoti i vetëm i jetës sime. Është e diela e palmave dhe Jezusi është duke qarë. Tek varri i Llazarit ai ishte duke qarë në heshtje. Lotët ishin duke rrjedhur mbi faqet e tij, por jo të dielën e palmave. Jo të dielën e palmave. Siç e thash, fjalët në greqisht kemi dy fjalë të ndryshme këtu, por fjala në greqisht që është përdorur në rastin e të dielës së palmave nuk është e njëjta fjalë e përdorur tek varri i Llazarit. Fjala për të qarën në të dielën e palmave është klajo. Klajo do të thotë
nga shërim i thellë, nga shërim i pakontrollueshëm. Mendoj se shumë nga ju e dinë se për çfarë po flas. Do të thot me zë, ndoshta me dënes, dhe duke rënkuar. Është e njëjta fjalë me qëra fjala e përdorur nga Pietri, pasi ai e mohoi Zotin dhe pasi ai u largua dhe qau nga hidhërimi. E njëjta fjalë. Por kjo ishte e diela e palmave. Njerëzit po brohorisnin, fëmijët po këndonin, turma ishte duke festuar. Qyteti kishte një atmosferë si ditë karnavalesh. Njerëzit ishin duke tundur dek palmash. Por Jezusi ishte duke qarë. Pse? Për verbërinë e tyre ndaj mëkatit. Për dështimin e tyre për të njohur shpëtimtarin Mesian e tyre, për të cilin e gjithë Biblia e tyre, Testamenti i Vjetër, profetizonte. Për dëshirën e tyre për një Mesia, për një shpëtimtar që u përshtatej atyre, për refuzimin e tyre të planit të vetëm të Perëndisë për shpëtim. Ja se çfarë thot ai tek Luka 13:34, duke u folur banorëve të Jeruzalemit, sepse ai ishte epiqendra. Sa herë desha t'i mbledh bitet tu, si kur se kloçka i mbledh nën krah zogjt e vet, por ju nuk deshët. Miqtë e mi të dashur, ne nuk vajtojmë më për mëkatet tona. Ne nuk qajmë për mëkatin. Është diela e palmave. Por Jezusi është duke qarë. Për miqtë e mi, Jezusi nuk qau për mjerimin e tij, ai qau për mjerimin ton. Jezusi ishte thellësisht i pikëlluar për rëndesën e mëkatit ton dhe verbërinë ndaj mëkatit. Jezusi vajtoi për verbërinë e tyre ndaj mëkatit të tyre dhe nevojës së tyre të dëshpëruar për të bërë të vetëdijshëm për shpëtimtarin. Dhe kështu, ai vajtoi. Por ka edhe një arsye tjetër pse Jezusi vajtoi. Ai vajtoi për të ardhmen e tyre të shkatërruar, për të ardhmen e tyre të shkatërruar. Ata po jetonin për momentin, ata nuk mund të mendonin për të ardhmen. Ai ishte brezi më i ditur dhe i realizuar, nuk po mendonin për të ardhmen dhe për atë që e ardhmja do të sillte. Por duke qenë Perëndi i vetë Perëndis, që u bë njeri i vetë njeriut, Zoti Jezus Krisht e di të ardhmen dhe nuk ka asnjë dyshim që vetëm Perëndia e di të ardhmen, dhe duke qenë se ai e dinte të ardhmen, ai parashikoi të ardhmen e qytetit të Jeruzalemit dhe se çfarë do të ndodhte me të, dhe kjo për shkak se ai e dinte shumë mirë se çfarë do të ndodhte dhe se si do të shkonin gjërat për ta, dhe prandaj ai qau për të ardhmen e tyre. Dhe profecia e tij u përmbush vërtet më pak se 40 vite më vonë, me detaje shumë të përpikta. Tek Luka 19:44 na thuhet se aty nuk do të mbetej asnjë gur mbi tjetrin. Dhe vërtet, 70 vite pas Krishtit, romakët shkuan dhe e shfarosën qytetin e Jeruzalemit nga themelet. E shkatëruan atë plotësisht. Mendoni për këtë. Jezusi po vajton duke e ditur se ndoshta 37-38 vite që nga ajo ditë ai qytet do të shkatërrohej plotësisht dhe po qante me dënes për të ardhmen e tyre. Pyes veten, nëse Jezusi nuk po vajton për ne, që na mungon të kuptuarit e kohërave dhe të gjykimit të ardhshëm që po vjen. Pa dyshim, lotët e tij sot do të ishin për verbërinë ndaj mëkatit, për verbërinë ndaj të ardhmes së atyre që e kanë refuzuar shpëtimin e tij,
të atyre që e kanë modifikuar apo ndryshuar ungjillin e tij, të atyre që e kanë dobësuar forcën e mesazhit të shpëtimit, të atyre që i vënë në dyshim deklaratat e Jezusit, të atyre që e marrin atë bashkë me shumë perëndi të tjerë në udhëtimin e jetës së tyre. Është e diela e palmave dhe Jezusi është duke qarë. Jezusi me fjalë që shprehnin një zhgënjim shumë të thellë, ju drejtua banorëve të Jeruzalemit, dhe ai na drejtohet dhe neve. Po të kishit kuptuar se në çkohra jeni duke jetuar, ju do të ishit penduar dhe do të ishit kthyer tek unë, si i vetmi shpëtimtar dhe Zot Mesia, mbret. Pyetje: çfarë e bën Jezusin të vajtojë kështu? Po vajton për njerëzit që e kishin humbur mundësinë. Për njerëzit që ishin kaq të verbër, sa që nuk arrinin ta shihnin dëshpërimin, për njerëzit që nuk mund ta dëgjonin parlemërimin e tij. Miqtë e mi, sot ne qëndrojmë në një udhëkryq në çdo mënyrë, më besoni mua, në çdo mënyrë ne qëndrojmë në udhëkryq. A do të zgjohemi ne në kohë dhe të ndryshojmë prioritetet tona? Le të bëhet kështu, të lutem Zot. Le të bëhet kështu, të lutem Zot. Le të zgjohemi në kohë, Zot. Ai gjithashtu po vajton për vuajtjet e fëmijëve të tij. Për ata që e duan Jezusin, për çfarëdo që janë duke kaluar, për çfarëdo dhimbje që po përjetojnë, për çfarëdo frike që po kalojnë, për çfarëdo situate ku ndodhen. Ai po vajton me dëmshuri për ta. Ai po vajton për zemrat e thyera të besimtarëve, për ata që kanë përjetuar dhimbje fizike, emocionale apo psikologjike. Po, ai është aty me ju, dhe ai po ju thot, po ti kishit kuptuar kohrat, do të kishit dalluar seriozitetin e emergjencës suaj, po të kishit kuptuar shkurtimin e kohës. Edhe sot, ishte e diela e palmave, dhe Jezusi është duke qarë. Unë dua të përfundoj me lajme të mira. Lajmi i keq është se gjykimi po vjen. Herët avon gjykimi po vjen. Lajmi i keq është se ne që e duam Jezusin, fëmijët e Perëndisë së gjallë, vuajmë me pjesën tjetër të botës. Por ja edhe lajmi i mirë për besimtarët. Për herë të fundit në Bibël, kur fjala Lot është përmendur, gjendet tek Zbulesa, kapitulli 21, vargu 4. Hera e fundit që e dëgjoni fjalën Lot të përmendur. Kjo skenë në qiell, siç është përshkruar nga Gjoni Zbuluesi, është një skenë e mahniqshme, është një skenë e gëzueshme, dhe sa herë që unë e lexoj atë pres me padurim të jem pjesë e saj. Imagjinoni këtë skenar në qiell që Gjoni e pa me sytë e tij, pa të ardhmen. Ja çfarë thuhet në vargun 4 të kapitullit 21 të librit të Zbulesës. Perëndia do të faj çdo lot nga sytë e tyre. Në këtë të diel të palmave, të gjitha ata që e kanë vënë shpresën dhe besimin e tyre plotësisht, tërësisht, krejtësisht, të gjithë mbi vdekjen dhe ringjalljen e Jezus Krishtit, ata mund të gëzojnë, ata mund të gëzohen, sepse ai personalisht do të thaj të gjithë lotët tanë, do të thaj të gjithë lotët që i kanë mbajtur në shishe në qiell. Ai do të thajë, do të largojë gjithë pikëllimin ton dhe dhimbjen ton, të gjitha vuajtjet tona dhe gjithë dëshpërimin ton. Miqtë e mi, kjo është vërtet shpresa më e madhe, që është e denjë për emrin në këtë të diel të palmave. Ai do të thaj të gjithë lotët tanë. Në ditët tona të errësirës dhe pikëllimit, në ditët tona të zhgënjimeve dhe të vuajtjeve, në ditët tona të zisë dhe madje të vajtimit, lotët tanë janë mbledhur në shishe në qiell. Pse?
që kështu një ditë ai t'i fshi për gjithmonë ata lot. Ai do t'i fshi për gjithmonë. Davidi e tha shumë mirë në Psalmin 30 vargu 5, të qarat mund të vazhdojnë një natë, por në mëngjes shpërthen një brit më gëzimi. Mos harroni kur, se të gjithë lotët e Jezusit, e gjithë agonia e tij, të gjitha vuajtjet e tij, të gjitha ditët e tij të tmerrshme mbi tokë, quan drejt të dielës së ringjalljes. O po, mund të jetë premtja e mirë, por e diela po vjen. Nuk mund ta përfundoj këtë mesazh pa i folur atij personi që mund të jetë kureshtar për besimin e krishterë, që mund të jetë kureshtar për Jezusin, që mund të ketë lexuar diçka për Jezusin dhe e admiron Jezusin. Ai person që ka qenë duke rezistuar ftesës së dashur dhe thirrjes së dashur të Jezusit për të ardhur tek ai person që e di thellë brenda vetes se Perëndia ka qenë duke thirrur atë, ka përdorur njerëz në jetën e tij për ta thirrur që të vijë tek ai, të rrëfejë mëkatet e tij, të pendohet për mëkatet e tij dhe të marrë faljen e tij të përjetshme si një dhuratë nga duart e tij. Atij personi që heziton t'ia dorëzoj jetën e tij apo të saj Zotit Jezus Krisht, unë dëshiroj t'i them këtë në autoritetin e vet Perëndisë dhe fjalës së tij, dhe unë mund t'ju them në autoritetin e dëshmisë së miliona besimtarëve se ju kur nuk keni njohur një person më të dashur se Jezusi. Ju kur nuk do të përjetoni mirësi më të madhe se sa ajo që vjen nga Jezusi. Ju kur nuk do të merrni falje të vërtetë dhe të përjetshme, falje vërtet të përjetshme, siç mund ta merrni nga Jezusi. Dhe përfundimisht, pavarësisht ditëve që ju do të keni mbi tokë, kur nuk do ta njihni paqen e përsosur, paqen e thellë, paqen që nuk ka kuptim për botën, që mund të merrni kur ju vini tek Jezusi. Ejani, rrëfejani atij. Ai tashmë e di. Rrëfejani atij, pendohuni. Ejani tek ai tani, përpara se të jetë tepër vonë. Ekziston një gjë e tillë si tepër vonë. Kur Jezusi të rikthehet në tokë, do të jetë tepër vonë. Fjala e Perëndisë thotë, sot është dita e shpëtimit. Prandaj, mos e ngurtësoni zemrën tuaj.